Shtëpia mu ka përmbyt komplet. Ne kena llogarit ma para vdekjen se ndaljen për këtu jetë. Me kononë me shoqe edhe një djalë të vogël i kemi pas, edhe janë nisi ujt më ardhë, o mosha borri komplet. Edhe ma mur menja që jemi pak ma nalt edhe thash na shtë s'na hen ujt këtë neve mrana. Në momente që kemi pa, që ja ka nisi ujt më rrit, nuk veke ujt të vëshdu, vetëm të rrit ujt, edhe obligohaj më shu derës të hymjes për me mshel. Njerë që të mda tesha për me mbrojt, po ujt nuk mbrojt me tesha, edhe fillaj ujt hini mrana komplet. Kur hini ujt, unë thasha qysh me pështu tash edhe djalin, thasha se po mytës a i vagël nuk din. Edhe e kom marrë djalin, unë me shoqe, as kena pas me hungër, as me pi, as mbash kur gjë se na nxuni mrana në përdhoma. Edhe e kom marrë djalin që këtu për mas meje, në shkallë që aty, e kemi shtru një qebe, që aja qebe në ka pështu, edhe qatë qebe kemi marrë, edhe kemi shtru edhe kemi nejt që aty. Nesrit, unë qatë natë kam nejt, kam fletë në shkallë. Pa hungër pa pina kun, 3 vit, edhe qatë në shkallë kena fletë, edhe në kësham i nardë ata në kanë zerë neve tani. Edhe kështu që shtëpia mu ka përmbyt komplet. Për mua shumë vështirë se për herë të pare kam pa këta, për herë të pare më ka ndodhë mu që më ka hi ujtë mrana. Ujtë ka hi në dejna bërë, a për me më hi mrana, për herë të pare më ka ndodhë kja punë, për herë të pare këtë komplet mu ka përmbyt. Edhe unë jam i smut edhe për i zemrës, kam problem me tension, edhe me zemrë kam problem, më kanë thonë për me gjitha stendet dhe sene, edhe kështu që shoqja së më kalon për me hine për uj, shoqja u hi vetë në për uj, dejna për mi gjoj, dhe më thonë ujt në për dhoma, në për sene, veç me marë me punaj sen për me hungër, me pivisa, me majtë shpirtin, ka që konë. Këto i ka marrë me televizor, me kauça, me laminat e kaprish. Qeveria ma ka marru këtë shtëpi që 2 vjetë. Edhe mrana 2 vjetë e kja u deformu komplet. Dhe në 70-80 santin uj ka pas mrana, kozhinën komplet e ka marrë. Me shpëret druve, me frigorifer, me shpëretin e rrymes, me krejt komplet e ka marrë kështët. Une nuk kam as fjallë që ka me folë për këta, sa është fakti gjallë që ka po shijet, me komod televizorit, me ketë komplet. Për shpreja ato temen, dhe më thonë, kush ka mundësi për me mnimu, kush ka dëshirë për shemëll muhe, për këtë rastin që na ka ndonë, na ka përmbyt ujt, dhe më thonë, me veshmathje s'kem absolut, në bash heq. As s'kena heq kur gjeq, dhe më thonë, durët në gjepa i kemi, kush ka mundësi për me nënimu, faliminderit, kush nuk ka mundësia për të faliminderit. Pello edhe numrin tem telefonit, 049 250 299. Ky është numri jam, Selim Murtezi, fshatin Kuzmin.